CNA, prej ditësh, përmes disa shkrimeve, ka denoncuar skandalin se si është shndëruar burgu i Durrësit me emërimin e drejtorit të ri burgjeve, Adriatik Kupi. Me datë 1 prill, Adriatik Kupi u emërua në krye të burgjeve, duke zëvendësuar Klevis Qosen. Emërimi i tij u bë nga Toni Gogu, sot ministër drejtësie, por dje, pastori që ka martuar Erion Veliajn me bashorten e tij. Pas emërimit të Kupit, u zbulua që në fakt, ky i fundit është një mbështetës i Veliajt. Këtë e fakton një urim që Kupi bënte për kryebashkiakun me rastin e ditëlindjes së tij. Kupi ka mbajtur dhe detyrën e administratorit të njësisë administrative Petrel, në kohën kur Bashkia e Tiranës ishte në drejtimin e Erion Veliajt, si dhe ka marrë pjesë në fushatën e Veliajt. Pra sot kemi një drejtor të burgjeve, që është një ushtar i Veliajt, një mbështetës i flakt i tij. Por ajo që po ndodh në burgun e Durrësit pas emërimit të Kupit është edhe më skandaloze. CNA, përmes një shkrimi, ka denoncuar se burgu i Durrësit është kthyer në një harem. CNA ka mundur të sigurojë 10 fakte, sipas të cilave në burgun e Durrësit po bëhet nami. Të burgosurit, mes të cilëve janë edhe zyrtar të lartë, flasin me telefona sikur të jenë në call center, rakia dhe whisky derdhen dhum, peshku, karkalecat kërcasin ditë e natë për të mos shtuar detaje të tjera. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe ministri i drejtësisë janë kthyer në 2 ushtar të padiskutueshëm të kryebashkiakut të arrestuar me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliajt, dhe po e kthejnë një nga institucionet e vuajtjes së dënimit në një harem për qefet e atyre që ndodhen brenda.